Në radhë parë arsyeja pse ne e kemi kundërshtuar idenë e një qeverie teknike është për shkak se është një model që është provuar më parë me qeverinë teknike të vitit 2017 të Lulzim Bashës dhe që pas ju mbajtën zgjedhjet fitoria përsëri e Edi Ramës e rilegjitimoi atë, duke thënë që unë hyra në zgjedhje me rregullat e lojës që përcaktuat ju dhe unë prapë fitova. Dhe njëjti rrezik ekziston dhe tashmë. Pra që pas një qeverie teknike që sado që të zgjas, asgjë nuk do të zgjidh, të pak nga pretendimet që ngre. Cilat janë pretendimet? Fakti që në radhë parë Partia Demokratike propozon ose ka ngritur gjithë këtë retorikën që thotë që nuk mund të rrëzohet Edi Rama nëpërmjet votës. Dhe kjo s'është fare e vërtetë. E vërtet ndoshta është që Sali Berisha dhe Partia Demokratike nuk mund të jenë, si thua, ata që e përmbysin Edi Ramën nga pushteti, por në vetvete kjo një qasje disfatiste përpiqet të fshehë pamundësinë e Partisë Demokratike për të qenë një kundërshtar i denj, opozitar, si thua, i regjimit në pushtet.